Para disa ditësh presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i është përgjigjur në mënyrë të ashpër Benjamin Netanyahut mbi atë që ka kryer së fundmi në Liban dhe mbi ndërhyrjen ushtarake në Liban, duke i theksuar se dhe ushtria turke, pra dhe Turqia ka kapacitete të tilla për të vepruar në të njëjtën mënyrë. Në këtë rast, ju si e lexoni këtë deklaratë, apo i tregon vendin Erdogani Netanyahut duke i thënë se këtu ka një kufi që në këtë rast mund të jetë Turqia? Po, në fakt, fjalimet mund të quajnë, ata që ja shkruajnë Erdoganit, që jo tani, por për 2 dekadash të gjysë, i cili ishte vetmi lider në Turqi, pra lider politik, i herë ishte kryeminist dhe tashmë kur pasi kaluan në sistem prezidentit është president Turqisë. Këto fjalime janë për të thuar të gjitha copy-paste, nëse i referohemi domethënë para 15 viteve, 20 viteve, fjalimet e presidentit Erdogan, presidenti që ishte atëherë ishte kryeminist në Kombet e Bashkuara, në NATO, në Bruksel gjithandej, kanë qenë të njëjta. Pra, domethënë stop, ne jemi atë bëjmë atë, por Izraeli në të kundërtën veprimet e Izraelit janë shumë të ndryshme. Për shembull, se kthehemi 6 vite më parë, zotit 6 vite apo 7 vite më parë, zoti Trumpi e bëri Kudusin, pra Jeruzalemin e bëri kryeqytet të Izraelit dhe me një vendim të Trumpit. Por me pa nga ana e fjalimeve të Erdoganit, nëse i zbërthejnë fjalimet e Erdoganit nga ana romantike, nga ana teologjike, po dhe nga ana kulturore, sipas muslimanëve, Kudusi është qabja, pra është pika më e shenjtë dhe më e para për muslimanët. Pra ja hiku nga Trumpi, pra Trumpi ja dha hebrejve. Kështu që prononcimet të tilla nuk janë se pra për të futur frikën Izraelit, sepse ky Izrael me të gjitha ato prononcime që bëri Erdogani, unë i quaj prononcime apo fjalime apo edhe intervista romantike dhe më shumë për konsum të mrenshëm, pra për të konsoliduar votuesin e vet Erdoganin në Turqi, sepse në zonë asnjë gjë nuk ka bërë Turqia, përveç ndihmave humanitare, kjo është tjetër gjë. Pra, edhe nëse një shtet e ka forcën në Gaza, jo për 1 muaj apo për 2 javë, sa ishte shumë e vështirë të merrte një vendim për të ndaluar këtë luftë, për shembull, po zgjati 2 vite apo jo, pra 2 vite, fjalimet e Erdoganit për të mbrojtur Gazën apo Libanin unë i shoh totalisht romantike, sepse nuk e ka Turqia ndoshta forcën e veprimit për çast. Normalisht në të ardhmen nuk e din, por tani nuk e ka. Që janë këtë fjalime romantike, por njëjtën kohë përdoret për konsum të mrenshëm, sepse ka një botë kuptim në Turqi se sikur mos të ishte Erdogani presidenti i Turqisë, pra që i zoti i Turqisë 20 e sa vite, Turqia do të ishte si Libia, Turqia do të ishte si Siria, si Iraku, pra do të eliminon të krejt dhe këtu krijohet kulti, pra kulti idhulli, lideri idhull për turqit, i cili nuk duhet të harruar, duhet ta cilësojmë shumë mirë që Turqia është antare e NATO-s, pra nuk është Turqia, Irak apo Iran apo që nuk është antare e NATO-s dhe është forca e dytë në ushtri, pra në NATO, në aleancën më të madhe të gjatë gjithë historisë së kësaj bote. Turqia është forca e dytë e kësaj. Edhe nëse ti je forca e dytë e kësaj, atëherë pra Gaza nuk do të lejoshe që të shkonte në agjendje sa të bën krimet më makabre të gjithë historisë së njerëzimit. E para, e dyta, këtë përdoren normalisht që ka një të mirë kjo nga ana tjetër kjo që flet Erdogani, sepse shumë shtetet e Bashkimit Evropian, pra të botës më të qytetëruar të gjithë njerëzimit, arritin që të njohin Palestinën si shtet. Dhe kjo është shumë domethënëse. Pra atë që ka thënë Erdogani janë thënë më shumë për të publikuar në përbot që ja këto krime kundër njerëzimit po bëjnë hebrejt kundër muslimanëve në Gaza. Dhe këtë ka cilësuar vazhdimisht Erdogani. Kjo ka qenë e mira që me të vërtetë gjithë bota e kuptoi se çfarë bën Izraeli. Pra nuk është molla e sherrit në lindjen e mesme Hamas, Hezbollahu, Irani apo e Saddami apo ato që u prononcoshin që janë, domethënë u thuan që janë atë, por në fakt molla e sherrit është Izraeli. Këtë arriti Erdogani ta prononcojë në të gjithë botën. Nga ky aspekt është anë e mirë, sepse gjithë bota dihet se çfarë po bën tashmë Izraeli në Gaza, në Liban, po ashtu edhe në
atje, por nga ana ushtarake kështu Erdogani fjalimet e tij ka romantike për konsum të mrenshëm, por edhe për union ndërkombëtar. Pra, ka dy anë. Një gjithë botës ja prezantoi se çfarë po bën qeveria Benjamin Netanyahu duke bërë këto krime, kurse nga ana tjetër e përdor edhe për konsum të mrenshëm, i cili dita ditës po vjen duke forcuar edhe pozitën e vet në Turqi. Sokor, dhe i pyetja e fundit, si mendoni sa ndikim do të ketë ky konflikt në lindjen e mesme në rajonin e Ballkanit perëndimor, teksa Serbia armatoset nga Kina dhe Rusia, dhe ndërkohë Kosova ka shpallur ditën e sotme Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste? Një gjë, ne Shqipëria në radhë parë do të thënë kjo që ne gjithmonë por në shumë raste bëhemi më katolik se papa. E dyta, kemi një qeveri që me të vërtet ka bërë shumë gjëra të rëndësishme për diplomacinë shqiptare, por po ashtu ka bërë edhe gabime të gjëra. Unë nuk e shoh që ka një inteligjencë aq të madhe qeveria e zotit Rama sa që të jetë, pra të bëjë këtë që ka bërë, por me sa duket ka urdhëruar Amerika dhe ka bërë atë me ka shpallur, por vetë nuk besoj që Irani na ka hera në listën e saj në asnjë mënyrë, sepse dihet forca e Shqipërisë, dihet forca që mund të ndikojë zoti Rama apo dhe diplomacia dhe politika dhe ushtria e Shqipërisë qoftë në rajon apo në çështjet globale. Kjo është thjesht një gjë shumë jo biles, ndoshta jo e mirë për qeverinë Rama, por normalisht dihet që ne kemi qef domethënë për të duktur që jemi më amerikan se sa amerikan, pra jemi vetëm në NATO që jemi më amerikan se amerikan, po ashtu edhe në euro, pra ku Anglia arrin matan, Italia arrin matan, Spanja, Gjermania, tash mu qua Tirana dhe medale gjë, normalisht është një gjë shumë komike, është një gjë për të qeshur, por këtë zgjedhje ka bërë Shqipëria dhe unë nuk e shoh që do të ndikojnë fare as në marrëdhëniet tona me Iranin, qoftë me regjimin e sotshëm që ka Irani, por qoftë edhe nëse pas nese ndryshon, sepse marrëdhëniet me Iranin të shqiptarëve kanë qenë shumë të rëndësishme që nga themelimi i Shqipërisë, por edhe më parë, por edhe më mbrapa, pavarësisht se gjendja e konjektura aktuale normalisht që edhe vllai me vllan gatrohet nganjëherë. Kurse armatimi i Serbisë, unë e shoh një lojë hajdute e Vučićit, i cili nuk duhet harruar që në blerjen e armëve pra të bëhet tregtia më e madhe dhe bëhet edhe pastrimi i parë më të mëdha dhe lider, siç është Vučić, normalisht që ka lënë edhe parat e veta, domethënë miliarda euro, miliona apo miliarda euro, qoftë në Kinë apo në vendet që janë gjoja në thojza kundra NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kurse sa forcë do të ketë Serbia, pra çfarë rreziku do të krijojë Serbia për ne shqiptarët, për Kosovën, unë nuk e shoh në asnjë mënyrë, sepse nuk duhet harruar që Serbia është një vend i vogël, është një bashkë brenda e bashkës së NATO-s, pra të gjitha rajonet të cilat domethënë në veri, në jug, në lindje, në perëndim të Serbisë janë anëtarë të NATO-s, pra dhe nuk duhet harruar që NATO-ja kontrollon jo thjesht vetëm avionet luftarak që mund të hyjnë në tokën e NATO-s, por edhe avionet civil të cilat dihet se çfarë kanë mbajtur dhe çfarë bajnë dhe çfarë kapacitete ka Siria. Kurse ndikimi rus dhe ndikimi kinez në Ballkan për destabilizimin e saj, po Rusia dihet, domethënë e dim krejt qartë ne nga që jemi shqiptar, por edhe qëllimet e Kinës i dim krejt qartë që në Ballkan, pra në Europë, në fakt kanë pasur, siç që ka Amerika Izraelin në lindjen e mesme, ashtu edhe Rusia ka pasur ish Bashkimi Sovjetik, por edhe Kina kanë pasur Serbinë, por ka Serbia më të fortë, jo në asnjë lloj mënyre, sepse vetë NATO-ja e para, po ashtu edhe Bashkimi Evropian, po ashtu edhe shqiptarët dhe roli i shqiptarëve jo thjesht vetëm në Shqipëri apo edhe në Kosovën e re të sotshme, por edhe në të gjithë rajonet dhe diaspora shqiptare nuk janë ata që kanë qenë në 99, por nuk kemi ata që kanë qenë para një çerek shekulli, janë krejt ndryshe, e cila Serbia vetëm për të treguar dhëmbët, pra që unë jam e gjallë dhe për të marrë, si themi ne, domethënë për të marrë
ndihma për të marrë para qoftë nga Moska, qoftë edhe nga Pekini, bën manevra të tilla, por forca e Rusisë apo rrezikshmëria forca e Serbisë apo rrezikshmëria e Serbisë për Kosovën apo për Shqipërinë, unë nuk e shoh të mundur dhe është biles totalisht shkretë e pamundur, sepse Kosova nuk është në NATO, por është mbrojtur nga NATO edhe nga Kombet e Bashkuara, nga UNMIK-u. E para. E dyta, është një shtet shqiptar. E treta është shteti më europian se sa slavët në Ballkan. Pra, shqiptarët e Kosovës janë më europian se sa slavët e Ballkanit, po ashtu edhe marrëdhënia e shqiptarëve. Pra, jo duke përjashtuar, jo nuk po them për liderin atë zotin Kurti apo zotin Rama, por e shqiptarëve dhe lobi shqiptar, diaspora shqiptare në Amerikë, në Bruksel, por edhe në vendet kryesore të botës janë shumë më të forta se sa ato serbe, kështu që politikat e asaj mbahen në tension dhe këto automatikisht përdoren në fakt edhe nga leadershipet e Kosovës, të cilat jemi në luftë, pra Serbia do na luftojë ne, por edhe nga Tirana, sepse interesojnë duke trilluar apo duke tjetërsuar aktualitetin dhe problemet jetike të ekonomisë, por edhe të investime, por edhe të ligjeve, të spakëve, të tona, të cilat me të vërtet janë për të dëshiruar, dhe problemet e tilla që shfaqen në media janë ilaç i mirë për qeveritë, qoftë asaj të Prishtinës, por edhe të Tiranës. Sokol, për të plotësuar puzzle-in e këtij argumenti që ju shtruhet, çfarë efekti do të ketë vendimi që ka marrë Kosova ditën e sotme, ku ka shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste? Një që nuk ka asnjë lloj peshe, ajo është thjesht për të treguar pra që jemi Amerikan, jemi pro-Amerikan dhe jemi pro-Izrael, sepse Tirana dhe Prishtina me të vërtet leadershipet apo politikë bërësit e Tiranës dhe Prishtinës me të vërtet që e shohin që këtë botë e drejtojnë në lobi hebre, pra e drejtojnë që futet dhe ato kanë qejf që të duken me të vërtet që janë të fortë, por unë nuk e shoh në asnjë mënyrë, sepse një në radhë përpara le ta shpallë sa doj Kosova, për shembull, se e shoh në të kundërtën. Kosova nuk është anëtare në Kombet e Bashkuara dhe çfarë ndikimi ka ajo, pra. Është thjesht për politikat e mbrëmshme dhe siç e thash pak më parë, për të dukur që ne jemi pra pro perëndimit, pra jemi pro Amerikës dhe pro Izraelit, por ndikimi i njohjes një vendimit të tillë unë nuk e shoh që do të ketë biles nuk ka nuk do të mikoj edhe në përkeqësim për shembull për marrëdhëniet e shqiptarëve të Kosovës me Iranin. Thjesht janë politika aktuale të cilat përdoren për ndoshta për konsum në disa qendra diplomatike, por edhe për konsum të mbrëmshëm.